Ti po më thua se nëse unë vendos të ndjek Jezusin, kam të siguruar një banesë në qiell, ku gjithçka do të jetë e përsosur pa asnjë lloj vuajtjeje? Ashtu është, Amos. Por vendimi për ta ndjekur Jezusin është më shumë se kaq. Fillimisht ti duhet të pranosh dhe të pendohesh për të gjitha gabimet që ke bërë. Do me thënë për mëkatet e tua. Duhet ta përkushtosh të gjithë jetën për të ndjekur Jezusin, pavarësisht se çfarë sjell kjo. Dihet që ne nuk do të largohemi ndonjëherë nga ky ishull, por ti ende mund të ndjekësh vullnetin e Perëndisë për jetën tënde këtu. Mbase të burgosurit e tjerë do të tallen me ty, ose do ta vështirësojnë jetën tënde. Rojet mund të ta bëjnë jetën më të vështirë se ç'është tani. Sidoqoftë, ti do të kesh paqe nga marrëdhënia me të vetmin Perëndi që ka krijuar botën tonë, dhe që një ditë do ta restaurojë atë ashtu siç ishte kur e krijoi në fillim. Më pas, siç ti e the, kur të vdesësh në këtë tokë, do të jetosh përgjithmonë me Perëndin në qiell.